Tani, ti edhe para 2 ditësh dëgjove Kristin në një bisedë që erdhi të bëri ai dhe nuk e morën konsiderat atë që të thashun. Nuk e kam dëgju kur Kristin. Si mendon? Ka një muj. Ka një javë që Kristi më thot, po bëhet komplot. Dhe është Juela që të ka thënë, o Stenaldo, Kristi po bën këtë gjë, kini kujdes, se mund krijoj një situatë, po ju ta dini që Kristi do me fut këto xixha. Por nuk i besoj. Ti lartëso veten tënde brenda lojës se nuk të nxjerr ty as Mali, as Kristi, as asnjëri. Po unë, Mali, po dhe Mateo që jemi aty, kur nuk mund të luanim që ti të dalësh keq në këtë lojë. Ti ke qenë në këtë ditë njeriu më i përfolur i shtëpisë dhe ke treguar në çdo situatë karakter. E tani ti ke filluar më u prek për fjalët e Gertit. Nuk prekë mos Stenaldo, po mirë besi, sepse do të thotë që unë nuk arri me komunikum në orën e dur ose ato përdorin situatën kundra meje, po e përdorin kundra meje. Jo, nuk ka lidhje, ata përdorin çdo situatë kundër çdo kujt. Ata Kesi me paftyrsinë e tij që ka masakruar një gocë. Vjen Angela më thotë mua që jam e paqëndrueshme, e kupton ti? Pse je e paqëndrueshme? Po pse do të japësh ti llogari Angelës për këtë gjë? Jo, nuk jap llogari, nuk ka lënë njëri, Angela nuk ka lënë pjatë. Erdha me ty, okej? Të thash, ma thirr Mateon këtu? Lërë më Mateon. Unë po them, Angela nuk ka lënë pjatë në këtë shtëpi, pa ngrënë dhe pa pështyr. Me Kristin, me Mirin, tani edhe me Kesin, edhe me Gertin. Me Gertin nuk lan fjalë pa ushar me një. Juel, a je këtu ti apo jo tani? A e shikon ç'a ndodh apo se shikon ç'a ndodh? E ç'a problemi ka që Mali inicioi? Se nuk e iniciova unë, se jam ai lloj personi që të më nisa unë, nuk e nisa unë. Ç'a problemi ka që Mali tregoi një fytyrë, i nxorri këtyret në një pozitë, i vuri në një pozitë këta, me atë gjën që bëm gjithë bashkë. Që ti nxjerr fytyrat që kanë. Kristi mu merrti dhe tha bravo, ke bërë gjën e durta tani aty ku dua unë në lojë të lum ty i tregu më njos me Malin, po Mali u tregua i poshtër etj. Edhe Miri desh na hëngri Malin nga biseda që dëgjoj. E ti thu tani ne kemi bërë që ti je keq? Jo, jo që keni bërë që jeni keq, por Kristi ma lërë më jaman Kristin. Sa i madh. Ma lërë me Kristin tani, jo fare nuk du. S'do? Jo nuk du për zotin, fare. Qa ma fut në këtë